Gjykata e Korçës ka vendosur të ndryshojë masën e sigurisë për Leonida Guçen dhe Denis Meçen, të akuzuar për vrasje me dashje kryer në bashkëpunim të 34 vjeçarit Egli Proga. Ngjarja ndodhur në 10 gusht të 2024 në lokalin Stropska. Sipas burimeve brenda gjykatës, për të dy të pandehurit ka përfunduar afati ligjor i paraburgimit, çka ka detyruar gjykatën të caktojë masën më të lehtë të sigurisë, arrest shtëpie deri në përfundimin e hetimeve. Hetimet aktualisht kanë ngecur në procesin e zbardhjes së pamjeve të kamerave të sigurisë të sekuestruara në vendngjarje. Pjesë të materialeve filmike, të cilat dyshohen se janë fshirë nga pajisjet e lokalit, janë dërguar jashtë Shqipërisë për ekspertim të specializuar me qëllim rikthimin e tyre. Pala mbrojtëse ka argumentuar se vonesat në sigurimin e provave të plota kanë sjellë zvarritje të hetimit, duke kërkuar ndryshimin e masës së sigurisë për të pandehurit. Në pritje të përgjigjeve nga ekspertiza ndërkombëtare, të dy të akuzuarit do të vijojnë të jenë në masën e arrestit shtëpiak, ndërsa procedimi penal për vrasje me dashje vijon në fazën e hetimit.